Jemi rikthyer në studio, pak më parë ndoqëm një material që ka të bëjë me sigurinë ushqimore, një sasi mishi është ndaluar, janë bërë analizat, rezultoi me salmonel, ndërsa drejtori i AKU-s kërkoi që të bëhen analizat nga një laborator me referencë të Bashkimit Evropian. Për të diskutuar në lidhje me sigurinë ushqimore, kam kënaqësinë të kem një komunikim online me zotin Grigel Moçollari, antar kryesie i Partisë Demokratike. Moçollari, ju përshëndes. Përshëndetje Bledi. Atëherë, duke qenë se jemi edhe në hyrjet e sezonit tashmë veror, dua të pyes sa të sigurt jemi me ushqimin në vend, pasi edhe nga materiale që paraqiten pak çaste më parë, misi me salmonel vijon të kapet në vendin tonë. Atëherë do të thoya që ky është një prej skandaleve të shumta që kanë ndodhur të paktën në 2 muajt e fundit, raste me telmimit apo raste të mos garantimit të sigurisë ushqimore, të mos ofrimit të sigurisë ushqimore, janë të përsëritura tashmë në vitet të vazhdim, por sidomos në këto 2 muaj të fundit, të themi edhe pas zgjedhjeve elektorale. Dhe ajo që doja të thoja është sigurisht që nuk ka se si të ofrohet sigurinë ushqimore dhe nuk ka se si institucionet të bëjmë punën e tyre, pasi përqasja e tyre është e gabuar. Mënyra se si funksionojnë ato është e gabuar. Vëmendja e qeverisë është pothuajse zero. Kështu që siguria ushqimore ka nevojë për një trajtim shumë serioz. Rastet janë të përsëritura, rastet mishit me salmonel të ardhura, tonelatat e tëra të ardhura nga Brazili, kemi rastet e elmimit në mos gabojmë Gramsh, kemi rastet tani të cilat dalin nga laboratorët nga laboratorët tanë si rastet e mishit të pulës të infektuar me salmonel. Që do të thotë që ka humbur aftësia e shtetit, aftësia organeve ligjzatuese, aftësia organeve të cilat duhet garantojnë sigurinë ushqimore për të kontrolluar territorin. Pasi vëmendja e tyre nuk është tek ofrimi i sigurisë ushqimore, nuk ka 0 lekë të shtuar në buxhetin e shtetit për garantimin e sigurisë ushqimore, ka një strukturë të sigurisë ushqimore e cila është pothuajse inekzistente dhe nuk ekziston, ka drejtorë që ofrojnë ose drejtorë anal sigurisë ushqimore që nuk kanë arsimin për katës. Rasti më i fundit ishte ai largimi përpara 2-3 muajsh të drejtorit të Tiranës, i cili ishte i arsimuar në shkencë sociale dhe me gjithë respektin për ata që janë arsimuar në shkencë sociale, por nuk është një profesion që i vlen ofrimit për garantimin e sigurisë ushqimore. Kështu që në këtë aspekt do të thoya që na ruaj Zoti. Jo, e çuditshme është fakti, Moçollari, se tashmë nuk kemi më besim as tek analizat e ISUV. Kjo është një lojë ping-pongu, është një lojë ping-pongu mes institucioneve. ISUV bën analiza, ka isë analizash të cilat kryesisht së vërtetës ato që bën i kryen në mënyrë të përpikt, pavarësisht se me vonesë, por nuk është çështja e kësaj. Çështja është gjithë zinxhiri i sigurisë ushqimore nuk funksionon. Nuk ka një vullnet për të siguruar sigurinë ushqimore. Dhe rastet do të shtohen. Jo më kot, rastet të dala, her pas here tentojnë të fshihen, të mbahen larg vëmendjes së publikut, sepse nuk ka asnjëri ndërmend as predispozicion që ta zgjidhte çështjen, që të caktojë më shumë fonde për këtë çështje, që ta kthejë një nismë ligjore ashtu si dhe Partia Demokratike kishte premtuar në programin e saj. Që siguria ushqimore do të jetë çështje e sigurisë kombëtare, në mënyrë që organet ligjzatuese, të gjitha organet ligjzatuese që ofrojnë sigurinë kombëtare të raportojnë mbi këtë çështje, duke i ofruar qytetarëve shqiptar më shumë sigurinë mbi ushqimet që konsumojnë ata dhe fëmijët e tyre. Por edhe tregtimi i ushqimeve tashmë në sezonin veror ka nevojë për më shumë kontrolle, Moçollari, pasi sigurisht nxehti mund të bëjë edhe punën e vet duke shkaktuar ndoshta prishjen e disa produkteve. Dhe ai ka kapacitetet AKU-ja, a janë kapacitetet e nevojshme për bërë kontrolle, s'po themi të imtësishme, po të paktën gjenerale. Duhet ndryshoj konkret për qasjes. AKU-ja kryen kontrolle, por kontrollet e AKU-s përfundojnë në disa kontrolle rutinë, të cilët kryesisht një pjesë e madhe e inspektorëve të tyre marrin në shkretin e radhës. Që do të thotë që kontrollet janë si një objekt përcaktuar ndaj biznesit për të marrë shpejt dhe jo për të garantuar sigurinë ushqimore. Që përqasjes se si do të funksionojë ky institucion, do të filloj që në pikat e hyrjes të organeve, në garantimin e analizave, në bërjen e të gjitha kontrolleve të përshtatshme mbi ushqimet që futen. Rasti i ushqimit me salmonelë është
e importuar kryesisht, mendohet që është importuar nga një sasi e madhe mishi të ardhur disa muaj përpara nga Brazili. Por përtek kësaj patjetër që dhe kontrollet duhet të rriten, por të jenë në funksion të ofrimit të sigurisë ushqimore, por dhe jo të themi të përfitimit të parave të korrupsionit nëpërmjet rishfetit. Por këto kushte që jemi, a mund të kemi rekuperim? Unë mendoj që në këto kushte që jemi, duhet qytetarët sepse dua të pyes Grigels tek pjesa, duhet të pyes tek pjesa, më dëgjon? Po. Duhet të pyes tek pjesa që Shqipëria e ka kapacitetet e duhurat, nevojshme laboratorike, njerëzore, që të ngrej një institucion rigoroz që t'ju thot qytetarëve shqiptar që ju mund të konsumoni 1, 2, 3, 4, 5 ushqime dhe në momentin që konstatohet një ushqim, ky të mos tentohet të hidhet më në treg apo të mos tentohet të kamuflohet dhe sigurisht mos shohim më edhe ato se çfarë shohim në rrjetet sociale, ushqime të mykura etj. Absolutisht që Shqipëria i ka të gjitha mundësit të ofrojë një institucion të njëjtë të themi ose si motrat në vendet të Bashkimit Evropian. Kosova, që është një shtet shumë i vogël, një shtet me buxhet shumë të vogël, është të paktën 10 hapa para nesh në këtë aspekt, në ofrimin e sigurisë ushqimore. Që do të thotë që ka nevojë për një ndryshim përqasie, një mënyrë trajtimi ndryshe të sigurisë ushqimore. Që kjo lidhet që me angazhimin e qeverisë, vëmendjen e qeverisë dhe më pas pa diskutim dhe të faktorëve të tjerë publik, të cilët ushtrojnë presionin që institucioni që kontrollon sigurinë ushqimore jetë një institucion që funksionon sipas të gjitha udhëzimeve të Bashkimit Evropian. Mos harrojmë se ne po tentojmë të çojmë produktet tona në Bashkimin Evropian, që herë pas here produktet e cilat thehen mbrapsht nuk ofrojnë cilësi. Po patjetër, produkte shqiptare të cilat dërgohen për eksport në Bashkimin Evropian kthehen për shkak të mbajtjeve të pesticideve apo të lëndëve të ndaluara në Bashkimin Evropian. Që do të thotë që kjo është e nevojshme jo vetëm për garantimin e shëndetit publik, për garantimin e shëndetit familjeve shqiptare, por patjetër për të rritur dhe eksportet shqiptare dhe për t'u dhënë një mundësi më të madhe dhe fermerëve dhe blegtorëve që produktet e tyre të pranohen në Bashkimin Evropian dhe më pas pa diskutim që të kenë më shumë të ardhura. Kështu që në këtë aspekt ne kemi të gjitha mundësitë financiare, kemi të gjitha mundësitë, të gjitha kapacitetet njerëzore. Ka shumë specialista që sot punojnë në privat, pasi nuk i përshtaten të themi përshkrimit të punës në AKU, pasi tashmë nuk do të jesh më specialist që të punosh në AKU, por do të jesh ose shërbëtor i partisë, ose të themi njëri që i shërben drejtorit të radhës. Kështu që Shqipëria i ka kapacitetet financiare, kapacitetet njerëzore që në krye të një viti, 6 muaj deri një viti, të ofrojë një institucion krejt ndryshe dhe të garantojë shqiptarët për sa i përket ushqimeve që ata konsumojnë. E qartë, Mushollan, falenderoj që ishëm në këtë bisedë dhe falenderoj për këshillat dhe atë çka pasqyrove. Faleminderit ju, Bledi, unë do të shtoja edhe diçka të vogël. Patjetër. Po e keni vënë re, pas ka gati 1 muaj e gjysmë që kanë mbaruar zgjedhjet. Dhe pikërisht janë skandalet e një pas njëshme që ndodhin. Janë pikërisht këto skandale që nuk kanë lejuar zgjedhjet e drejta edhe të tjera. Pasi nëse do të ishim një vend normal, nëse ishim një vend që do të garantonin të drejtën e zgjedhjes, të drejtën e votës të lirë, do të kishim mundësi të zgjidhshim dhe të gjitha këto skandale, të cilat për fatin tonë të keq vazhdojnë përsëritjen dhe përsëritjen. Sigurisht, tashmë ka pikpyetje të shumta për sa i përket zgjedhjeve, patjetër, po dokumentohet nga Partia Demokratike farsa elektorale zgjedhore e 11 majit, por se çfarë do ndodh, janë ende pikpyetje, do zbulohen vijim, besoj. Po, patjetër që do zbulohen në vijim, ke shumë fakte sot të denoncuara nga Partia Demokratike. Unë do të ndalesha pikërisht në këtë fakt që janë pikërisht këto skandale të njëpasnjëshme, që ndodhin në të gjitha fushat e jetës. Sidomos në Shqipëri, të cilat nuk i lejojnë dhe kanë të pamundur të lejojnë kryen e zgjedhjeve të lira të ndeshme. Një sistem normal, me gjithë këto skandale dhe me zgjedhje të lira të ndeshme, do të vijë edhe zgjidhja e këtyre pikërisht problematikave që sot shqetësojnë familjet dhe shqiptarët në tërësi. Mushollari, edhe një herë faleminderit që ishe me mua. Faleminderit juve.
Mirësuri Televizion ka minuar të ndryshme për përcjell informacione, sigurisht një batutë e cila vjen nga Instagrami, një batutë e një kolegu ton, mjaft